Na, kur e dëgjon të fol një ish kryeministër i cili ka rrit në historinë e këtij vendi me i vjedhë rezervat shtetërore. Imagjino kur e dëgjon një kryeministër të vendit i cili ka thyer rekord në gjitha qeveritë e pas luftës e të para luftës me vjedhjen e rrymës të këtij vendi. Nuk ka send zez që nuk i ka bon këtij vendi e nuk ka pazar dëzi që ky njeri nuk ka bon kundër këtij vendi, sot që e ka qu në hasmeri të skajshme Kosovën me krejt Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ka qu në hasmeri këtë vend me krejt vendet e rajonit, e sidomos me Shqipërinë e Maqedoninë, edhe del ky i përmend terminalet doganore i frymzuar nga këshilltarja vet politike Dejona Mihali. Aludimi është te Sami Lushtaku, por let del Albin Kurti edhe po i baj thirrje publike e le ta publikoj dosjen e ku i ka qenë terminali doganor në mes Maqedonisë edhe Kosovës. Le ta baj publike dosjen, le t'i baj publike emrat edhe mbiemrat, edhe ta shikojmë apo del emri i Sami Lushtakut apo mos po dolin emrat bashkëpunëtorëve të Albin Kurtit edhe emra krejt tjerë. Do thot aludimi është bukur i vështirë xhax, prandaj unë do të insistoj, pse i kujt është ajo? I kujt ka qenë ai? Po kjo kryeministër u dosht me dal me publiku. Unë po them që nuk ka kënë... Ishin kohë bashkëpunëtorët Albinit, ja po menon se ishin dalë dhe i tasha? Ja se po menon që s'ishin dalë? Më falë, po kryeministri pse nuk e publikon dosjen e terminaleve doganore? Po republike ato që kemi publiku. Ne më të kujna është. Hajde më falë. Nuk e di, veç ARBK. Edhe të publike edhe nuk e di. Mos u bë kështu s'pedi, plot prona i kiti namën. Hajdarit është dikush tjetër. I kryeministër. Nëse ti e din që Hajdari me pazare, ka tu filan fisteki, ka po kallzon. Po kallzuar sa që kallzuar. Çato që pi kallzon ju në studi për ditë, po ka nëse ki dëshmi që në një palë zgjedhje, mas zgjedhjeve, u bën një koalicion mes një partie dhe një partie, edhe ja terminoi doganore, thuj filan fisteki, e ka marrë një terminal doganor, që ka zgjedhë ka shkuqe, po qeveria. A ki dëshmi që s'ka ndodhur? A ki dëshmi që s'ka ndodhur? Po çfarë shko? Sa nuk kam dëshmi që ka ndodhur, unë s'dam të publik. Ato nuk dalë fol publik. Ato lundime që i ke bën me vite të tëra. Gjithmonë me dëshmi kum bu. Gjithmonë me dëshmi. Ne bullu s'ki dëshmi. Gjithmonë me dëshmi. Jo, s'kam dëshmi. Edhe një pyetje. Në relacion me ato shka deklarojnë. Mas po. Asi qeveria pas është për te kësaj, Gashi, është në rregull që një kandidat për kryeministër paralajmëroj se nuk do të bëj qeveri. Edhe nëse i fiton mbi 30%. Sepse konteksti